Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar ka ndryshuar pjesërisht vendimin e shkallës së parë në lidhje me sekuestrimet e disa pasurive të grupit kriminal të Akshit. Megjithatë, apeli nuk ka ndryshuar vendimin për sekuestrot e pasurive të Mirlinda Karçanajt, ish drejtuese së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Gjithashtu, edhe pasuritë e Ermal Beqirit kanë mbetur nën sekuestro. Ndërkohë pjesërisht apeli i posaçëm ndryshoi masën e sekuestros për pasuritë e biznesmenëve Gazim Hoxha, Andis Papa, Elision Jorgji. Gjykata ka urdhëruar heqjen e sekuestros të 123 milion lekëve për subjektin First të biznesmenit Gazim Hoxha. Vendimi i gjykatës i heq gjithashtu sekuestron për 410 milion lekë Fastek SHPK në pronësi të biznesmenit Andi Papa. Sekuestros i ka shpëtuar edhe shuma 100 milion lekëve të njëjtit subjekt Fastek, por që janë në pronësi të biznesmenit tjetër Elison Jorgji. Ndërkohë Ergyes Agasit, i cili nga hetimet e SPAK dyshohet të jetë koka e grupit, është hequr nga sekuestroja vetëm një apartament, por pasuria e tij tjetër me vila luksoze dhe asete i mbetën nën sekuestro. SPAK sekuestroi më herët 52 pasuri me vlerë 40 milion euro të Mirlinda Karçanajt, Ergyes Agasit, Ermal Beqirit, Andis Papës dhe Erion Ismailit. Karçanajt ju sekuestrua një apartament dhe një pronë në Tiranë, një pasuri në Qerret dhe një ullishte në Sauk, si dhe një makinë Volkswagen Tiguan dhe disa llogari bankare. Ergyes Agasit ju sekuestrua më herët nga SPAK 10 pasuri, përfshirë villa dhe prona në Petrel, në Lundër, në Durrës, në Vlorë, apartamente, garazhe, troje, tokë, pyje dhe mijëra metra katror. Po ashtu ju bllokua një automjet Land Rover Defender 2023, kompania EAS dhe disa llogari bankare në banka të ndryshme. Biznesmeni tjetër Ermal Beqirit SPAK i sekuestroi troje në Green Coast dhe në Tiranë, vila në Rolling Hills, apartament në Golem, një yacht me emrin Skyfall, 2 kompani private, automjete dhe llogari bankare në emër të tij dhe subjekteve të lidhura me të. Ndërkohë ndaj Andis Papës janë sekuestruar mbi 505 milion lekë në 2 kompani të ndryshme. Po këtë të martë në prokurorinë e posaçme ishte pranishme edhe ish drejtuesi e Akshit Mirlinda Karçanaj në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje.